Sa herë që flas për vlera, më vjen ndërmend historia e Alaskës. Në vitin 1867, Rusia ja transferoi Alaskën Shteteve të Bashkuara, për një shumë prej $7.2 milion. Rusia shiti Alaskën me një çmim kaq të ulët. Njerëzit e menduan atë si tokë të padobishme që ngrin gjatë gjithë dimrit. Ata e konsideronin atë një tokë të shkretë. Megjithatë, 13 vjet pasi toka u shit, Shtetet e Bashkuara zbuluan se në të ishin varrosur armë me vlerë deri në $300 milion. Atëherë, a kishte vetëm armë në Alaskë? Jo. Tani, ata kanë zbuluar se ka një sasi kaq të madhe nafte sa që nuk mund t'i vënë një çmim. Për më tepër, ka depozita të mëdha të LPG dhe LNG, të cilat janë bërë gjithnjë më të rëndësishme në industri të ndryshme. Për më tepër, në Alaskë ka mangan, nikel dhe burime të tjera të ndryshme nëntoksore. Kështu, njerëzit thonë se është e pamundur të vlerësohet se sa do të kushtonin të gjitha këto gjëra në terma monetar. Ky nuk është fundi. Ka të gjitha llojet e peshqve nga bregdeti i Alaskës. Vendet e tjera nuk mund të peshkojnë në Alaskë. Janë ujërat territoriale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, kur të tjerët duan të fluturojnë mbi hapësirën ajrore, duhet të marrin leje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet të plotësohen kushte për të marrë një leje. Do t'ju paguajnë kaq shumë. Ju lutem më lejoni të fluturoj mbi hapësirën ajrore. Të tjerët duhet të paguajnë tarifën. Kur i shqyrtojmë këto gjëra, mund të shohim se Rusia shite vetëm paratë aktuale që ishin pikërisht para saj, jo vlerën e tokës që ishte e fshehur në të. A e dini pse po ju tregoj këto fjalë? Beslidhja e re, siç është dita e Shabatit dhe festat e tjera që i mbajmë sot, përmban vlerë të madhe, megjithatë njerëzit në botë nuk e shohin atë tani. Është trashëgimia e Perëndisë të cilën ai e themeloi duke derdhur gjakun e tij. Ai la fronin e tij pas dhe erdhi në këtë tokë në mish për t'ua dhënë atë fëmijëve të tij. Pra, sa vlerë ka ajo? Vlera e saj është me të vërtetë e papërshkrueshme. Në sytë e njerëzve, e vetmja gjë që shohin është akulli. Megjithatë, ne mund të shohim qartë mijëra thesare të fshehura atje. Dita e Shabatit është më e çmuar se ari dhe argjendi, dhe Pashka është më e çmuar se diamantet. Ato janë thesare qiellore që s'mund të krahasohen me asgjë. Kjo është arsyeja pse Perëndia na e ka dhënë këtë si trashëgimi. A nuk e la ai dhe testamentin e tij para vdekjes së tij? Ai na kërkoi ta mbajmë patjetër beslidhjen e re. Në Pashkë, një ditë para vdekjes së tij në kryq, Jezusi tha: "Kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë Pashkë bashkë me ju." Vetëm me fjalët e tij të sinqerta, misteri dhe sekreti i vlerës së saj është i pamatshëm dhe shumë i madh për t'u kuptuar.